Andaj Muhamedit alayhi salatu wassalam e respektojnë dhe e dojnë të gjithë njerëzit. Pse? Nga se është modest. Nga se është modest. Dhe me këtë modesti të madhe Zoti i Onjël Xhelaluhu e ka ngritur qoftë. Prej modestisë që ne kanë përmendur dietarët është se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka kalu pranë fëmijëve ju ka dhënë selam. Kanë thënë sahabët kur dilte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej xhamie dhe kalonte ndonjë vajzë vogël rreth xhamisë, ja kapte dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thonte ja Resulullah, ec me mua pak. Ec pak me mua. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja prishte çejfin. Një vajzë e vogël e Medinës, e dikujt prej sahabëve, ja ka kap dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, po kam qef me ec pak me tije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kap, ka e ka shëtit ajo vajza, ai ka hec. Dhe thot transmetuesi, nuk ja ka shlu dorën derisa e ka shlu ajo vajza. Derisa e ka shlu ajo vajza. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka rregullu vet ato pejt e këpucëve të tij. Vet i ka rregulluar. Dhe ka mujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjalë, po mduhet një pal këpucë. Ja kishin këpru këtë Medinën që aty. Këtë Medinë për pozitës që e ka pas. Pejgamberi sem kur ka thonë diçka po mduhet, ato më një herë kanë sjell. Pejgamberi sem nuk ka lip këpuc me andrejt dikush, vetë i ka ndrejt. Pejgamberi sem nuk ka lip këpuc me andrejt dikush, vetë i ka ndrejt. Pejgamberi sallallahu kur i është grisë petku. Petku. Ka mujt pejgamberi sem vetë me mor petkun dhe me thonë peduni tjetër sepse që ki mu ka grisë. Jo. E ka morë e ka ardhu vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Por çka? Po çka të modestisë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka pas nevojë familja e tij për çumësht, e ka morë vetë delën dhe e ka mjelin. E ka morë çumështin për modestisë. Dhe gjithashtu këtu vlen rregulli se me pas dasht vetëm kishton kush pi juve sahabëve po ma mjel që ta se kam nevojë. Ja kishim bruni një kupet madhe me dele, por jo, pejgamberi se mu ulte vetë dhe mjelte delën dhe i shërbente familjes së tij. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ulej me fukarat mos shumë të në gjami. Pejgamberi sallallahu në gjami e ka pas një vend posaçëm ku ka nejt fukarat, si e Hurajra e ngjajshëm. Kur ka pas nevojë dë një prej grave të tij me i ndihmu diçka në ushqim, është ngrit pejgamberi sallallahu dhe i ka ndihmuar. Çka ka nevojë pjesë kuzhinës. Sot çfarë thonë njerëzit? Unë gjithë kiburi madh me i kuzhinë aty, s'u sa kuzhina. Dze kuzhinave tije e ka zonë njërin më të madh se ti, më fisnik se ti, më i lartë se ti, dhe ai është Muhamedi alayhi salatu wasallam. Është ngrit kuzhinë, ka ndihmu grave të veta kur kanë pas nevojë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk i ka lip dikush diçka, e që ai ka pas mundësi me ja kry shërbimin, vetëm se i ka thonë po. A ka mundësi që ta? Po. A ka mundësi marrë me mua? Po. A mundesh me ma kry filan nevojën? Po. Kanë thonë djetarë përveç nëse ka qenë diçka e cila vjen ndesh me ligjin e Zotit Gjelle Gjelalu. Dhe neve në pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam kemi modelin më të mirë, dërnekin më të mirë dhe duhet të stolisim me këtë virtyt. Ajo është me mbajt veten me modesti, me mbajt veten me thjeshtësi, mos me nahi vetën madhështi, mos me begenizë vetën, mos me dashë vetën, mos me mendu se pa ty s'bëhet kur gjë. Është bo edhe para ty, edhe pas ty ka me vazhduhe procesi i tokës. E lusmi Zotin ton Gjelle Gjelaluhu, që Allahu Gjelle Gjelaluhu na ban njerëz modest, na ban Allahu te bareke ve teala ndjekës të modestit më të madh pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. E lusmi Zotin ton Gjelle Gjelaluhu, që Allahu Gjelle Gjelaluhu na i pastron zemrat tona, na i pastron shpirtat tona, na ndriçon Zoti Gjelle Gjelaluhu mendjet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين.